Përshëndetje shikues të nderuar. Këtyre ditëve, përmes disa manifestimeve modeste, është shënuar përvjetori i demonstratave të vitit 1981. Këto protesta të nisura në qendrën e studentëve të Universitetit të Prishtinës konsiderohet se kanë arritur të ndryshojnë kahjen e historisë së Kosovës. Është spekuluar shumë kohë se protestat janë ideuar dhe organizuar nga regjimi komunist i Enver Hoxhës përmes njerëzve të tij në Prishtinë. Zona Express ka arritur të sigurojë qindra dokumente ekskluzive nga arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, ku dëshmohet një aktivitet i dendur i shtetit shqiptar në ngjarjet që zhvilloheshin gjatë atyre viteve në Kosovë. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin Dosja 81 për të kuptuar se kush i organizoi protestat studentore të vitit 1981. Komandant operativnog štaba Kosova i Metohije, komandant Fadil Hoxha. Zjarri do të ndizet e gjithë Jugoslavia. Janar 1980, ora 5 e mëngjesit. Dy ushtarë jugoslav kanë ndezur një zjarr brenda territorit shqiptar, në afërsi të Rajcës. Jugoslavët vrehen nga batalioni kufitar i qytetit të Librazhdit, të cilët kërkojnë nga jugoslavët që të ndalojnë. Në ndjekje e sipër, shqiptarët qëllojnë dhe plagosin njërin prej ushtarëve jugoslav në kofshën e këmbës së djathtë. Shteti shqiptar alarmohet. Në një letër të shkruar me kujdesin më të madh, ata ja sqarojnë situatën në Beogradit, pothuajse duke kërkuar falje, pavarësisht se shkelja ishte bërë nga ushtria jugoslave. Në këtë letër Tirana sqaronte se ushtarët janë mjekuar në një nga spitalet e vendit dhe madje lusin Beogradin që të zgjedh vetë pikën kufitare ku dëshiron që t'i dorëzohen ushtarët e kapur. Nga periudha 1 maj 1979 e deri me 30 prill 1980 janë shënuar hiç më pak se 32 incidente kufitare në mes të dy vendeve, prej të cilave shumica janë kryer nga ushtria jugoslave. Shqipëria ka ndjekë me shumë vëmendje gjithmonë Jugosllavinë. Zhvillimet e brendshme në Jugosllavi, përveç faktin e ndarjes një pjesë të madhe të kufirit, Shqipëria shikonte te Jugoslavia gjithë një element të fortë, të rëndësishëm të kërcënimit të sigurisë kombëtare. Ndikimi jugoslav ka qenë shumë i fuqishëm. Predsjednik Vlade Narodne Republike Albanije, general pukovnik Enver Hoxha, stiže u prijateljski posjet Jugoslaviji. Visokog gosta dočekao je na aerodromu maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. Mjafton t'ju kujtoj që ka qenë një grup deputetësh nacionalistë që në vitin 47 u ekzekutuan dhe një nga arsyet e forta ka qenë që ata nuk ishin dakord me firmat që vuri aso kohe Enver Hoxha për të patur bashkimin doganor, tatimor, të paras, të ekonomisë, gjithçka ishte në varësinë e Beogradit. Ai nështrim që neve pësuam nga 45-a deri në 48-ën ka qenë pothuaj një pushtim i dytë, jo vetëm se nuk ishte bërë luftë, na kishte ardhur ushtria këtu të na pushtonte. Çdo qelizë e jetës shqiptare ishte e pushtuar nga kjo.
Pas një mëri incidentesh kufitare të vitit 1980 dhe kalimin e vitit 1981 solli ndryshim të papritur të qasjes së regjimit komunist shqiptar. Ngadalë, Shqipëria komuniste u përfshi në një luftë fillimisht diplomatike dhe më vonë me aktivitete që qartë ndonse në fshehtësi të plot ishin kundër regjimit jugosllav. Shqipëria përdori të gjitha ambasadat dhe pranitë e saj diplomatike që kishte në botë, nga New Yorku, Stockholmi, Vjena e Berlini, në Ankara, Peking dhe madje Penjan të Koresë së Veriut. Madje, edhe ambasadat shqiptare në Afrikë dhe Amerikë Latine janë përfshirë në organizime e aktivitete që me kohë kishin për qëllim jo vetëm propagandën anti-jugoslave, por edhe afrimin e shqiptarëve të Jugosllavisë me marksizëm-leninizmin e Enver Hoxhës në Tiranë. Të gjitha këto i ofron sonte të dokumentuara, zona ekspres, dhe në disa raste edhe të shkruara me dorë nga vetë zyrtarët e shtetit shqiptar. Prill 1980, ambasada e Shqipërisë në Penjan të Koresë së Veriut, përmes një kablogrami që ishte koduar tepër sekret, njoftonte Tiranën se zëri i Amerikës në rusisht kishte raportuar se 50 shqiptarë të Kosovës janë arrestuar, gjyqi të cilëve do t'ju bëhet pas 2 javësh. Njoftimi thoshte se ata akuzoheshin për nacionalizëm dhe shpërndarje të fletushkave kundër Serbisë e për pavarësitë të saj, si dhe bashkim me Shqipërinë. Media nacionaliste serbe kishin lënë të kuptojë se dyshimi për këtë ekzistonte mbi Shqipërinë. Megjithatë, kablogramet e diplomatëve shqiptar të asaj kohe ishin më të relaksuara, pasi jo të gjithë në Beograd dhe në përbot e akuzonin hapur Tiranën. Madje, akuzat për nxitjen e një konflikti me bazë nacionaliste në Jugosllavi, edhe prej vetë diplomatëve të Federatës Jugoslave, bëheshin fillimisht kundër Bashkimit Sovjetik. Në pritjen e ambasadës hungareze më takoi këshilltari jugoslav. Ai filloi të shprehte urrëtie ndaj bullgarëve duke i cilësuar si të poshtër dhe vegla çore të Bashkimit Sovjetik që veprojnë tinës kundër Jugosllavisë. Lidhur me gjyqjen e 50 kosovarëve, ai tha se nuk kanë lidhje me Shqipërinë, por janë vegla të armiqve të Jugosllavisë e të Shqipërisë. Dhe menjëherë u hodhe tha se ambasadori sovjetik në Beograd është interesuar shpesh të vizitonte Kosovën dhe Prishtinën, dhe ne e dim se çfarë qëllime kishte ai. Për arrestimin e 50 shqiptarëve të Kosovës kanë dërguar kablograme edhe ambasadat e tjera, si ajo e Athinës, ndërsa ambasada në Vjenë alarmonte se sovjetikët tashmë kanë arritur të infiltrohen brenda ushtrisë jugoslave. Nga biseda telefonike të kapura është vërtetuar veprimtaria e tyre pro-ruse. Janë shkarkuar 3 general në Ministrinë e Mbrojtjes, shkrua ndër të tjera në kablogramin e tij, ambasadori shqiptar në Vjenë, Misini. Do kanë lezet lëmi këngës për birin e shtrejtë të zemrës. Gjatë muajve në vijim, diplomatët shqiptar dhe Tirana zyrtare vazhdonin vrojtimin si të huaj në problemin e shqiptarëve të Kosovës. Marrëdhëniet në mes të lidershipit shqiptar në të 2 anët të kufirit, ndonse të tensionuara, vazhdonin të ishin deri diku diplomatike. Gjatë vitit 1980, Tirana urdhëron ambasadën e saj në Vjenë që të kontrollojë shtypin perëndimor për të dhëna se sa kosovar janë arrestuar. Por aty ekziston një porosi e qartë. Mos i pyesni kosovarët për këtë.
frika e Enver Hoxhës ishte që kosovarët, gjithnjë preferoj të them shqiptarët e Kosovës, prej tyre Elamin Imanin, kush prej nesh e kishte dëgjuar që kishte qenë i pranishëm në formimin e Partisë Komuniste Shqiptare. Do të thotë ato mangësit që ai kishte patur gjatë luftës dhe përballja me ekipin apo me grupin e komunistëve shqiptar të Kosovës, djem të shkolluar në gjimnazin e Shkodrës, se nuk ishin pak, apo të Gjirokastër, djem që kishin kulturën apo dijen ç'është e majta, ç'është komunizmi e tjerë, përballë Enverit ishin si nata me ditën. Ishin shumë më të përgatitur pjesa andej se sakta këtej. Pothuajse gjatë tërë vitit 1980, Tirana urdhëron ambasadën e saj në Beograd që të përcjell hap pas hapi edhe çdo qëndrim publik të liderëve komunist shqiptar të Jugosllavisë. Ata kërkonin çdo detaj rreth fjalimeve të Fadil Hoxhës, Mahmut Bakallit e të tjerëve. Në të njëjtën kohë, donin që diplomatët shqiptar t'ia sqaronin shumë mirë Beogradit se Tirana nuk është fare përzirë në zhvillimet në Kosovë. Megjithatë, në Jugosllavi kishte edhe lider shqiptar që nuk i besonin Tiranës. Unë personalisht mendoj se ka qenë involvuar me grupet që i finansonte dhe i preferante grupet marxiste-leniniste. Mund të them në mënyrë kategorike që shteti shqiptar nuk ka patur asnjë nxitje. Domethënë, nga ana e shtetit shqiptar nuk është bërë asnjë veprim që të nxiste një lëvizje të tillë, kupton, të studentëve. Mirpo, përtej deklarimeve publike, me 1981 situata ndryshon tërësisht. Me 11 mars 1981, askush nuk mund ta imagjinonte se revolta kundër ushqimit në menzen e studentëve të Universitetit të Prishtinës do të eskalonte në ngjarje pafundësisht të dhunshme në ish Federatën Jugoslave. Demonstratat e vitit 1981 do të përfundonin me të vrarë, të plagosur dhe mijëra shqiptar të burgosur nga regjimi komunist jugoslav. Dhe, përtej teorive konspirative se demonstratat në fakt mund të ishin nxitur nga shërbimet sekrete jugoslave, sovjetike apo edhe shqiptare, ato padyshim shënuan edhe një kthesë të madhe historike në politikën e jashtme të Shqipërisë. Në bazë të dokumenteve të siguruara nga Zona Express, nga koha e shpërthimit të situatës në Kosovë, ambasadori më i angazhuar shqiptar në botë ishte i akredituar në Beograd, Sokrat Plaka. Me 2 prill 1981, ai dërgon një kablogram plot zjarr rreth situatës që tani në Kosovë kishte shpërthyer. Mirpo, pjesa më interesante është ku ai flet për kosovarët, informator në ambasadën shqiptare në Beograd. Mendimi është se duhet marrë masa radikale për të zgjidhur problemin e studentëve. Në Beograd takon rrallë polic, sepse i kanë dërguar në Kosovë. Në fakt, lëvizjet në krahin janë bllokuar. Dje dhe sot nuk kemi pasur asnjë vizitë nga kosovarët në ambasadë. Duhet themi që shumë prej djemve që u aratisën nga Jugoslavia në vitet 50, 60 dhe nuk janë pak, kanë qenë shumë që u aratisën, për motive nga më të çuditshmet. Unë kam njoft prej tyre që është zënë me mësuesin e serbishtes, nuk du me mësu serbisht edhe është aratisur. Më thënë, djem 13-14 vjeqa. Të gjithë përfunduan në kampe pune në Shqipëri. Pa përjashtim, të gjithë etiketoheshin udhbasha. Pas një motiv, midis tyre mund kishte, nuk e vën dyshim fare këtë, sepse të gjitha shtetet i bëjnë këto punë, nuk kishte pse të bënte përjashtim Jugoslavia e Titos apo Shqipëria e Enver Hoxhës. Shumë prej tyre janë përdorur, më vonë i çonin andej
të merrnin informacion se për çfarë duan, nuk e di, e të vinin prap tej. Domethënë, ka qenë një përshtjellim i paparë në këtë drejtim. Unë kam ardhur në Komitet Qendror në vitin 87 dhe kam përjetuar sa afërmi fluksin e informacionit që vinte nga Jugoslavia, sidomos për gjendjen e shqiptarëve të atje dhe të Kosovës në mënyrë të veçantë. Ka qenë edhe një zyrë në Komitetin Qendror të partisë, zyra për Kosovën. Diplomacia e ka spionazhin brenda saj, domethënë kundër zbulimi punon brenda sistemit diplomatik dhe padyshim një pjesë e madhe e burimeve të informacionit vinin kanalet diplomatike, ku ishin edhe dhëna që vinin nga shërbimet tona inteligjente. Të mos harrojmë se ishte lufta ftohtë, dhe lufta ftohtë e kishte spionazhin një prej instrumentave kryesor. Shteti shqiptar pretendon se kishte bashkëpunëtor, madje edhe në mesin e njerëzve që zyrtarisht kanë qenë pjesë e diplomacisë jugoslave. Në kablogramin e datës 29 mars 1981, derisa në Kosovë situata ishte shumë e rëndë, atashehu i misionit jugoslav në New York, Ali Kryziu, e ka njoftuar misionin shqiptar në OKB për situatën në Kosovë, duke thënë se studentët janë të vendosur, ndërsa pas përleshjes së parë me forcat e rendit, ata kanë vepruar prapë dhe kanë pushtuar ndërtesat të universitetit. Atasheu Kryziu, në faqen e dytë të këtij kablogrami, citohet duke dhënë deklarata që në fakt kanë qenë tërësisht në kundërshtim edhe me qëndrimet e leadershipit shqiptar të Jugosllavisë. Demonstrata është gjë e mirë. Arrestime e burgime do të ketë, por dasëm pa mesh nuk ka. Demonstratat e fundit të vitit 1968 na siguruan universitetin në Prishtinë e të drejtat të tjera më vonë. Këto që bën tani vlen që të hedhin poshtë mbile edhe thënjet e disa drejtuesve të Kosovës se gjendja në krahin është e mirë. Karriera diplomatike me Jugosllavinë e Ali Kryziut përfundon atë vit, ndërsa me të kthyer në Kosovë, ai burgoset nga regjimi jugoslav për 5 vjet. Më tutje, komunikimet e ambasadorit Sokrat Plaka nga Beogradi shtohen shumë, duke mos dërguar vetëm kablograme, por edhe analiza ditore. Tash, jo vetëm për shkrim të ngjarjeve, por edhe masave që duhet ndërmarrë. Nëse jugoslavët ashtu si shpritet të bëjnë, do të aktivizojnë diplomacinë e tyre për t'ju kundërvënë në mënyrë të gjithanshme politikës së partisë son në shkallë ndërkombëtare, edhe diplomacia jon duhet të veprojë për të shfrytzuar forumet ndërkombëtare në demaskimin e kësaj politike të revizionistëve jugoslav dhe kontaktet me qeveritë e vendeve të tjera. Dhe kjo luftë në mes të dy shteteve duke shfrytzuar kontaktet që kishin ambasadat e tyre në përbot, tashmë ishte duke ndodhur. Me kohë, dokumentet e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë nuk emërtoheshin me vetëm buletine informative, por edhe operative për Kosovën. Ambasada jugoslave përhapte propagandë kundër Shqipërisë edhe në Afrikë sipas kablogrameve të diplomatit shqiptar në Algjeri. Tirana i kundërvihej me njëherë. Të njëjtin vit, zëvendës ministri i punëve të jashtme i asaj kohe, Reis Malile, fillimisht urdhëron ambasadën e Shqipërisë në Argjentinë, dhe një ditë më pas të gjithë ambasadat tjera në botë që në kuadrin e veprimtarisë që do të bënin në zbatimin e detyrave të parashtruar në letrën tonë të veçantë lidhur me ngjarjet e fundit në Kosovë, po ju dërgojmë materiale që ndër të tjera përfshinin edhe disa të dhëna mbi nivelin e ulët të jetesës së shqiptarëve në Jugosllavi.
referatin e Çubriloviçit për shpërnguljen e shqiptarëve e materiale tjera. Siç theksohet edhe në letrën qarkore të lartë përmendur, nga ana juaj të bëhet një punë organizuar mirë për të demaskuar politikën anti-shqiptare të udhëheqjes shoviniste jugoslave. Lufta propagandistike kishte arritur kulmin, ndërsa ajo kalon edhe një front të ri, kontrollimin e diasporës kosovare. Me 19 prill 1981, diplomatët e Shqipërisë nga Stambolli dërgojnë në Tiranë këtë kablogram. Jugoslavët vazhdojnë të dërgojnë elemente në shërbim të tyre për të punuar me shqiptarët këtu. Ndërsa, në faqen e dytë dhe të fundit, kablogrami përfundon me vlerësimin se këtë aktivitet Jugoslavët e bëjnë nga frika se shqiptarët kërkojnë që të organizojnë protesta kundër Federatës Jugoslave. Krejt në fund të dokumentit janë edhe emrat e informatorëve. Disa muaj më vonë, diplomatët shqiptarë në Stamboll e përmendin Raif Tushën nga Gjilani, një kosovar me punë në Gjermani, i cili sipas kablogramit ishte dërguar nga organet e UDB-s në bursat të Turqisë që të përhapte propagandë kundër Shqipërisë në mesin e shqiptarëve. Ky dokument sekret përfundohet me vlerësimin se shqiptarët që jetonin në Turqi e kanë demaskuar këtë person duke detyruar agentin e dyshuar të UDB-s që të largohet nga atje për 2 ditë. Të tjerë njerëz nga ana këtyre organeve janë dërguar në lagje të bursës Stambollit ku në shumicë banohen nga shqiptarët, por sipas të dhënave që kemi nga burime të ndryshme, efekti punës së tyre kundër vendit ton ka qenë i dobët. Ndërkohë, ambasadori shqiptar në Beograd, Sokrat Plaka, vazhdonte luftën e tij me të njëjtin intensitet. Në gusht të vitit 1981, ai sugjeronte Tiranës këtë detyrë të rëndësishme. Në fushën e brendshme të Kosovës, detyrë themelore për ne mbetet vazhdimi i propagandës sonë të drejtuar me synim ruajtjen e ndjenjave patriotike, kohezionin e shqiptarëve rreth frymës heroike të demonstratave dhe të vazhdojmë të ushqejmë rinin kosovare, e veçanërisht rinin shkollore me historinë, kulturën dhe patriotizmin shqiptar. Sokrat Plaka gjithashtu vazhdonte kontaktet edhe me informatorë shqiptar të Kosovës. Përmes të dhënave të tij të egzageruara, ai njoftonte Tiranën se ka gjasë që deri në mbi 1000 kosovar të jenë vrarë gjatë demonstratave të marsit dhe prillit, por se morali i kosovarëve është i lartë dhe se shumica e popullit është që Kosova të bëhet tani republikë brenda Jugosllavisë dhe më vonë të bashkohet me Shqipërinë. Ky kablogram vlerëson megjithatë se kjo është vështirë e arritshme në këtë fazë, sepse udhëheqësit e tanishëm shqiptar të Kosovës janë të këqij, të poshtër, nuk ndihmojnë në këtë drejtim, por veprojnë në të kundërtën. Këto të dhëna të informatorit kosovar, ambasadori Sokrat Plaka i thot Tiranës se duhet konsideruar si të sakta. Sipas kablogrameve që i ka lexuar Zona Ekspres, vlerësimet e Tiranës dhe ambasadorit shqiptar në Beograd ndaj udhëheqjes komuniste të Kosovës ishin çdo herë e më të rënda. Në kablogramin e 30 gushtit 1981, Sokrat Plaka, duke u mbështetur në informatorin e quajtur Edmond, flet për vizitën e Fadil Hoxhës dhe presidentit të Serbisë së asaj kohe, Dobrivoje Vidić në Preshevë. Vlerësimi për fjalimin e Fadil Hoxhës ishte se ai mbajti fjalim fundëkrye anti-shqiptar.
shoqe e shok. Dozvolite mi da prije svega izrazim Më lejoni që para së gjithash, në emër të gjithë neve që erdhëm këtu në Kosovë e Metohi, të shprehi mirënjohjen e përzemërt për këto pritje madhështore që i gëzuam te populli i kësaj krahine. Në këtë kablogram thuhet se kur Hoxha foli për dallimet e mëdha në cilësinë e jetës së shqiptarëve kundrejt kombësive tjera në Jugosllavi, ai fajsoi lindjen e shumë fëmijëve në familjet shqiptare. Në qoftë se kërkojnë standard të kufizojnë lindjet, citohet të këtë thënë Fadil Hoxha. Edhe leadershipi i Beogradit me leadershipin e Kosovës në ngjarjet e 81-shit për mendimin tim kanë qenë në sinkron. Nuk ka patur kaq sinkron madje as në zhvillimet e ngjarjeve të 68-s Kosovë, nuk ka patur as kaq sinkron në zhvillimet e ngjarjeve të 74-s. Ngjarjet e 81-shit për paradoks ishin shumë asimetrike. Ishte një shpërthim i madh, sidomos në dy kategori, në çarqet akademike, universitare dhe rinore, ndërkohë që leadershipi ishte shumë i sinkronizuar me qëndrimet që mbajti Beogradi zyrtar. Afrimi i madh i ambasadave shqiptare në përbot me kosovarët nxiti edhe vetë liderin komunist Enver Hoxha që në shtator të vitit 1981 gjatë kongresit të Partisë së Punës si asnjëherë më parë t'i përkushtohet Kosovës dhe shqiptarëve në Jugosllavi. Duhet dini se shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një komb prej 6 milionësh. Pa më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar që jeton në Kosovë e në vise tjera Jugosllavisë, që nga Shkupi e Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Llapje, Pllave, Gucia, do të ngrirë në këmbë, do t'i presin agresorët me pushtë. Regjimi i Enver Hoxhës lejoi vrasjen e së paku 1000 shqiptarëve të Kosovës gjatë masakrës së Tivarit, akuzonte kohë më parë historiani Uran Butka. Regjimi komunist i Shqipërisë në fakt akuzohet për krime të pashembullta gjatë gjithë ekzistencës së tij, ndërsa të qenit kosovar apo të pasurit çfarëdo lidhje me Kosovën konsiderohej veçanërisht lehtë e dënueshme. Kështu vlerëson edhe Nevila Nika, ish drejtoresh e Arkivit të Shtetit Shqiptar, mbesa e Hoxh Kadri Prishtinës, e ëma së cilës është nga jugu i Shqipërisë. Ka qenë handicap. Kanë qenë handicap, unë ju përmenda rastin e mbesës Hasan Prishtinës. Zonja Elma kishte ardhur në Shqipëri në vitin 42 me tjatin, ishte vajzë vetme. Hasani nuk ka patur fëmijë dhe kjo ishte trashëgimtarja vetme e asaj familje. Unë e kam njohur, ishte një zonjë mrekullueshme, e shkolluar, me gjuhë huaja. Elma nuk arriti të krijonte as familje në Shqipëri. Nuk i afroi kush për të martuar me të. Për shkak se ishte nga Kosova. Jo, zyrtarisht nuk është se thuaj zyrtarisht, por e kuptoje me nuhatje për një herë që kishte diçka që nuk shkonte. Dhe ajo vdiqe vetme, ishte shumë e smur, kërkoi me ngulm të mjekohej jashtë, për shkak se zotronte edhe të ardhurat mjaftueshme, familja i kishte lënë një pasuri në Selanik të Greqisë. Ajo ka punuar nga fillimit e deri në fund punëtore në fabrikën e porcelanit, aty ku piqeshin pjatat edhe filxhanat. Vajza e Barancurit, po njëjta gjë. Vajza e madhe e tij ishte në mjerim të plotë, nuk ishte as pension, shoqin ja kishin pushkatuar, më thënë me shumë mund u arrit që asaj t'i sigurohej një pension jetik se nuk ishte kush e mbante. Kjo qasje ndaj shqiptarëve të Kosovës zgjati deri në vitin 1981, kur mira demonstrues kosovar nisën kundërshtimin e komunizmit jugosllav, duke preferuar ndryshimin e tij me marksizëm-leninizmin e Shqipërisë së Enver Hoxhës. Fjalimet e diktatorit komunist shqiptar çdo herë më shumë bëheshin më të ashpra kundër Jugosllavisë dhe në mbrojtje të shqiptarëve në federatën që realisht sundohej nga sllavët. Zjarë,
do të ndizet e gjithë Jugoslavia. Ndërkohë, edhe kablogramet e vitit 1982 tregojnë se aktivitetet e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë dhe gjithë ambasadave të saj vetëm sa ishin shtuar. Në shkurt të vitit 82, në dokumentin e sektorit për Kosovën në Tiranë, të titulluar disa kërkesa për punën e propagandës me kosovarët, autori Angel Kolaneci vlerëson: në punën e gjerë masive me kosovarët që ndodhen me punë të përkohshme jashtë, lind nevoja e një baze materiale propagandistike. Deri tani, kjo ka qenë kufizuar dhe e pamjaftueshme. Dhe, derisa propaganda nuk ka qenë e mjaftueshme, sipas këtij dokumenti tepër sekret, veprimet e Shtetit Komunist Shqiptar ishin bërë edhe më të guximshme. Ndryshime nga viti 1981, kur ambasadori shqiptar në Beograd merrte informacione përmes informatorëve, në vitin 82 Tirana i kërkon të shokut Sokrat në Beograd që të analizonte mundësinë që tani të shkonte vetë në Kosovë. Na njofto mendimin tënd, a e shet të mundshme që ti të bësh një vizitë atje dhe çfarë preteksti apo argumenti mund të përdorësh për të justifikuar vizitat? Ambasadorit në Beograd i sugjerohej që të fillonte vizitën në Mitrovic dhe më pas të shkonte në Pej, Gjakov, Prizren dhe në fund në Prishtinë. Përgjigjen e priste direkt zëvendësministri i jashtëm shqiptar, Reis Malile, dora të cilit e kishte shkruar vetë kërkesën. Por, çfarë nxiti këtë ndryshim radikal të një regjimi që një kohë ndëshkonte kosovarët që gjendeshin në Shqipëri dhe tani luftonte shumë në të mirë të interesit të tyre? Përgjigjja është Kina dhe vendimi i këtij shteti të madh që t'ia kthente shpinën shtetit shqiptar. Mas 78-s, Shqipëria kaloi në rrugën e plot të vetizolimit saj. Marrëdhëniet me Kinën ngelen thjesht marrëdhënie shtetërore diplomatike me një minimum bashkëpunimit ekonomik. U ndërprend tërësisht marrëdhënie në nivel partie, u ndërprend marrëdhënie ushtarake strategjike dhe Shqipëria kaloi në një vetizolim të plot. Brenda 4-5 vjetësh, vendi pau sindromat e rënda të varfrimit të menjëhershëm të rënies ekonomike, të shtimit të dhunës, shtypjes dhe represionit të brendshëm me masa të forta sigurie, si dhe izolimin e plot ndërkombëtar. Në këtë rrethana kur Shqipëria ishte në një kolaps të thellë të brendshëm dhe Jugosllavia po shkonte në krizën e saj të madhe politike dhe etnike, Shqipëria si ngele një instrument i rëndësishëm, mobilizimi i resurseve njerëzore. Diktaturat kështu ndodhin kur konsumojnë ekonominë, sigurinë, diplomacinë. Kur i del edhe ngjyra e propagandës, i ngelet një element, elementi nacionalist e patriotik. Dhe gradualisht nga vitet 80 deri në 82-83, Shqipëria kalon nga një komunizëm i izoluar në një nacional komunizëm. Për këtë i dha dorë 81-shin Kosovë. Arsyeja tjetër ishte që veten Enver Hoxha kishte një përkëdhelje të sedrës. Shiko, për shqiptarët e Kosovës ka patur gjithmonë një idealizim i pjesës të shtetit am. Gjë që unë e kam kuptuar. Edhe pse kur vinin këtu, ndjenin dhimbje pastaj për neve. Me gjithë vuajtjen tonë që kishim ne këtu, nga pikpamja, shtypjes, mungesa liria fjalës, e lëvizjes, 1001, nuk dua t'i përmend. Andej, kishte një gjë tjetër, që kuptohet, nuk kishit shumë gjëra mangut, dhe mbi të gjitha nuk kishit të lirë të kishit shtetin tuaj, apo mos kishit Serbin në përkëmbë, edhe këtë e kuptoj. Por shteti jam, ngelet shteti jam dhe gjithë e doni. Ati ju përkëdhel kjo sedër dhe filloj të mendoj që mund t'ishte, shiko, njeriu një delir që ishte udhëheqësi i përjetshëm i gjithë shqiptarëve në papritur e pa kujtuar u kujtua edhe për këtë pjesë. Dhe derisa kablogramet shqiptare mallkonin Kinën dhe sedra shokut Enver ishte prekur thellë nga adhurimi i kosovarëve, asnjë prej këtyre dokumenteve sekrete nuk sugjeronte nisjen e luftës së armatosur për çlirimin e Kosovës. Madje, disa prej tyre sugjeronin që t'ju thuhej kosovarëve që të mos nxitojnë sepse çdo veprim i armatosur në atë kohë do të ishte i dëmshëm për vetë interesin shqiptar.
Në përgjithësi lëvizja 81-shit ishte inspiruar nga Tirana, kishte frymëzim nga Tirana. Se sa ka pas ndikim direkt në organizimin, në promovimin e saj, kjo është ngelet për të pa. Po ndikimi ka qenë shumë i madh. Ndikimi i Tiranës ka qenë shumë i madh. Ndërkaq, ata që në Kosovë konsiderojnë veten si organizator të demonstratave të vitit 1981, lavdërohen me faktin se ishin këto demonstrata që rikthyen fuqishëm ndjenjen kombëtare shqiptare në Kosovë, e dëmtuar shumë nga propaganda e kohës për vllazërim bashkim. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Dosja 81, kushtuar protestave studentore të vitit 1981 dhe implikimit në këto ngjarje të shtetit shqiptar. Shihemi pas një jave, natën e mirë.